ata s'kan marrë pjesë kurrë në bisedime. Ata kanë qenë këshilltarë që takoshin mbas ditë të drekave, bisedonin çfarë u tha. Kjo ka qenë ndihma. Kryesisht diplomatike ka qenë ndihma. Aty ka shku ministri i jashtëm. Por qëndronin jashtë kështjellës. Dhe konsultohesh. Kjo ishte ndihma, kaq mund bënin. Po deri në atë kohë. Nuk ishte Shqipëria pjesë në diskutimet e randjes. Deri në atë kohë ka qenë më pak i njohur ish presidenti Hashim Thoçi apo jo? Po, sigurisht. Atje u zgjodh kryetari i ekipit. Nga kush? Po nga gjithë ata që ishin bashkë. Nga kush. Shikove, nuk kanë vendosur vetë. Më beso, se është periudhë ideja sikur shteti shqiptar asnjë gjë. Kanë vendosur vetë, sigurisht kishin edhe ndihmë, kishin amerikanët mbështetje. Në atë kohë kisha avancuar fort mbështetja e Shtetit Bashkuar, Anglisë, të gjithë shërbimet e vendeve të mëdha ishin në Shqipëri në atë kohë dhe ne dinim hapur që ata e dinin më përpara nesh se çfarë do ndodhte. Nuk them për bombardimet, po që në fundit mund të shkohesh dhe në zgjidhje me forcë, siç shkoi. Dhe zgjidhet me forcë, shërbimet janë të parat që shikojnë terrenin, shikojnë pyesin si që është. Kështu që këta ishin vërë shumë të rëndësishëm. Njerëzit e UÇK-s që ishin në Tiranë. Ata komunikonin, po ta gjenin Hashimin ishte në luftë. Megjithatë e vinte her pas here dhe po në Rambuje pastaj u bë një figurë kryesore. E kam dëgjuar kështu derisa kom nejtë se jemi edhe meç kështu, po mënoj me Xhavet Halitin e me Dajën e me shumë prej tyre. Edhe gjatë bisedave kështu e kam dëgjuar per pas here në biseda private duke thonë që lufta e ushtrisë ligjore të Kosovës nuk do të ishte e mundur pa shtetin shqiptar. Në çfarë forme, profesor, ju keni ndihmuar ju përveç furnizimit me armë, mobilizim në çfarë forme? Hiç kryesisht jo furnizimin, nuk kemi furnizuar ne. Ne kemi ndihmuar që furnizimi të shkonte aty ku duhesh. Kaq. Shikoj, lufta do armë. Absolutisht. Të hapësh luftë me ushtrinë jugoslave është guxim shumë i madh. Ishte dhe është akoma. Është një guxim shumë i madh. Dhe duhen armë dhe njerëz sigurisht. Nuk ishte. Edhe guxim. Guximin duhet ta ketë gjithë ekipi, po edhe secili veçanërisht. Dhe nuk mund të bëhesh pa furnizime nga jashtë. Qartë, do korruptonin magazinierët e ushtrisë serbe që të merrshin armët. Armët sigurisht do vinin nga jashtë. Pse, sidomos në fazën e parë, lufta do ishte akoma jo zyrtare. Po e hape që në fillim që do bëj luftë, s'të lë njeri. Por, edhe kështu ndodhi. Armët erdhën gjitha nga jashtë. Është merit e tyre. Nuk është ngatëru, për këtë ju them me bindje, do të them. Qofse do ishe ngatëruan. Nuk kemi ngatëru se ku gjenin armët. Sa i blenin, sa si blenin. Ishte punë e tyre. Ne ndihmonim që në Shqipëri, sidomos fazat e para, që policia mos i pengonte, që kufirit mos i pengonte, më thash. Pastaj, më vonë, u sqaruaj punë, që është, po themi normale, po vetëm kaq. Vetëm kaq. Shteti shqiptar ka ndihmuar shumë në kurimin e plagosur. Kurimin e plagosur? Sigurisht. Në gjitha spitalet shqiptare kishte njerëz që plagosur. Ka ndihmuar shumë për të çuar kurime jashtë në raste të vështira. Ju ka dhënë pasaport shqiptare dhe i ka nisur andaj. Kjo ka qenë një ndihmë. Natyrisht konsultime. Po si u bë puna, profesor, që domethënë ndoshta